Disa komentues shprehen pse I bën eksperimentet me mjete primitive. Ideja është që ta bësh eksperimentin sa më të thjeshtë, sa më të mundshëm për çdo person që ta imitojë, ta përsërisë eksperimentin. Po të bëj unë eksperimente laboratore me të avancuar e të tjerë, ato dalin nga realiteti. I duket njerëzve sikur ka diçka ekstra atje, kur natyra nuk është atje, është modifikuar. Duhet të jetë eksperimenti sa më I thjeshtë, sa më I mundshëm nga të gjithë dhe sa më real, sa më I kuptueshëm për mendjen e njeriu. Unë nuk mund të bëj dot eksperimente më të thjeshta se kaq është aftësia ime. Por sa më thjesht eksperimenti, aq më I mirë është, aq më I aftë është dhe personi që bën eksperimentin. Kjo vlen edhe për mësuesët që japin mësime për shkolla, që ankohen me drejtë që s'ka mjete laboratorike, por ato në shumicën e rasteve mund marrin mjete nga shtëpia dhe t'i bëjnë aty në klasë. Shumë nga mësime leksione mund të shpjegojnë shumë mirë me eksperimente të thjeshta, sa më të thjeshta të mund. Do e nxisin shumë nxënësit, botë kuptimin e arritjen